Po që të thotë vërtet të jesh gjeni? Është shumë më tepër se një numër i ky, besojini. Pra, inteligjenca shfaqet kudo, jo vetëm nëpër libra. Le t'i hedhim një sy disa formave kësaj. Të nisim me artin e gjeniut social. Si duket inteligjenca kur ndërveprojmë me të tjerët? E keni parasysh atë ndjesin kur e kupton menjëherë atmosferën? E po, pikërisht ajo është një shenjë e qartë. Është si të kesh një lloj radari për njerëzit. Të ndihmon të lexosh situatat pa thënë asnjë fjalë. Pra, këta njerëz kapin detaje që të tjerëve u shpëtojnë. Kjo i bën komunikues fantastik. Tani, kalojmë te diçka interesante. A e dini se inteligjenca lidhet me zakone jo fort të zakonshme? Po, mund të duket çudi, por studimet thonë se rrëmuja nuk është kaos, është shenjë kreativiteti. Dhe ja ku kemi një tjetër tipar befasues. Po, humori i zi kërkon një tru të mpret. Në fakt, studimi e vërtetoi, ata që i pëlqenin shakat e rënda, kishin IQ më të lartë. Mirë, po si lidhen gjitha këto bashk? E po, gjithçka nis nga një aftësi bazë e trurit. Kjo aftësi për të njohur modelet na lejon të parashikojmë dhe të japim kuptim çdo gjëje. Në thelb, është e thjeshtë. Ne përputhim atë që shohim tani me atë që kemi në kujtesë. Dhe kjo aftësi e jashtëzakonshme është motori për gjithçka, nga gjuha te zgjidhja e problemeve komplekse. Por kujdes, të kesh një tru të fuqishëm ka edhe një grackë, një iluzion të rrezikshëm. Kjo thënie e Darwinit e përshkruan në mënyrë perfekte këtë paradoks të madh të dijes. Ky quhet efekti Dunning-Kruger. Pra, vetë paaftësia të pengon ta kuptosh që je i paaftë. Ja pra paradoksi, ata që dinë më pak, shpesh janë më të sigurt në vetvete. Krejt e kundërta. Kjo njihet si mallkimi i dyfist. Së pari gabojnë, së dyti nuk e kanë iden që po gabojnë. Kjo na lë me një pyetje të thellë. Si mund ta dim vërtet atë që dim? Ktu fshihet mençuria.